Horoskopi ditor e diel 12 korik 2026. Dashi, yjet do e përmirësojnë mjaft jetën tuaj në çift sot dhe lidhja juaj do të thellohet edhe më tepër. Përfitoni sa më shumë sepse ditë të tilla nuk vijnë shpesh. Mundësitë që beqarët të mos jenë më vetëm do të jenë të mëdha, por ata duhet të tregohen më të kujdesshëm me pamjen e jashtme. Edhe pse financat do të jenë të stabilizuara, ju duhet të tregoheni të matur me shpenzimet. Mund t'ja dilni edhe me pak. Deni, yjet nuk duhet të jenë as pak të favorshëm për jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do të jeni nervoz dhe kjo do t'ju prish shumë punë. Problemi apo kundërshtia më e vogël do t'ju bëj agresiv. Kujdes, beqarët do të kenë të gjitha mundësitë për të rënë në dashuri. Takimet do të jenë të këndshme. Më në fund, fal ndikimit të yjeve do përmirësoni paksa buxhetin. Binjakët. Nëse partneri juaj është kërkues, ai nuk do të pranojë shumë kollaj një gabim të vogël që do të bëni. Tregoni të kujdesshëm dhe mësoni të kërkoni falje. Nëse keni patur probleme, do të mund t'i sqaroni. Për beqarët nuk pritet të ndodhë ndonjë gjë e re. Dilni me miqt. Financat nuk do të jenë shumë të mbrojtura, kështu që mund të keni edhe vështirësi. Menaxhojeni me kujdes buxhetin tuaj. Gaforia. Dita e sotme nuk do të jetë ideale për jetën sentimentale të çifteve. Do të keni vështirësi në komunikim, rutinë dhe melankoli. Për beqarët, çështjet e dashurisë do të marrin një rëndësi shumë të madhe. Nëse gjeni personin që ju përshtatet, mos keni frikë të filloni një angazhim serioz. Për planin financiar do të jetë ditë me shumë fat. Diplomacia dhe maturia juaj kohët e fundit do t'ju japë rezultatet e veta. Luani. Është mirë të mendoni të bëni diçka ndryshe sot në jetën tuaj sentimentale në mënyrë që rutina mos t'ju pushtoj. Zhvilloni fantazinë. Për beqarët mund të lindë një histori shumë e bukur dashurie. Jeta juaj ka mundësi të marrë një kthes tjetër, por edhe më të mirë se më parë. Reflektoni mirë përpara se të hidhni çdo hap në planin financiar, sepse situata nuk është e përshtatshme. Vizhëresha. Duhet të tregoheni më diplomatik se kur më parë në lidhjen tuaj sot dhe ta mbroni dashurinë nga sulmet e jashtme. Ato mund ta dëmtojnë atë më shumë se sa ju mendoni. Beqarët do të kenë një takim vendimtar i cili do të ndryshojë gjithë jetën. Ka mundësi të takoni dhe personin ideal. Falyjeve do të keni fat në planin financiar. Gjithsesi kujdes nga pamaturia dhe shpenzimet. Peshorja. Do të kaloni një ditë mjaft të bukur dhe sensuale në jetën tuaj në çift sot. Do t'i shprehni shumë ndjenjat dhe do të ndiheni më entuziast. Partnerin do e ngrini në qiell. Nëse jeni ende pa një person afër, yjet do t'ju bëjnë dhuratë një takim beslënës. Përfitoni. Mos jepni para borxh, sepse do e keni vështirë t'i merrni ato mbrapsht dhe situata financiare do përballet me probleme. Akrepi. Jeta juaj në çift pritet të jetë mjaft e qëndrueshme gjatë kësaj dite. Planetët do të ndikojnë së tepërmi dhe do t'ju ngrohin më tepër ambientin. Beqarët do të kenë mjaft surpriza të këndshme. Yjet do t'ju bëjnë që të mos harroni kurrë këtë ditë. Shfrytëzojeni sa të mundeni. Financat nuk do të jenë të këqija, por ju duhet të tregoheni edhe shumë më të matur dhe të mos shpenzoni më shumë se sa duhet. Shigjetari. Ambienti yjor do të favorizojë dashurinë e qëndrueshme dhe besnikërinë në çift. Ai do t'ju bëjë më të arsyeshëm dhe më të matur me ato që do të thoni. Nëse ju beqarëve do t'ju pëlqejë shumë dikush, duhet t'ia shprehni sa më parë dashurinë. Po e lart pas dore do të humbisni një mundësi shumë të mirë. Yjet do të mbrojnë gjatë gjithë kohës financat tuaja. Mund të përfitoni nga kjo për të bërë shpenzime. Bricjapi. Marrëdhënia me partnerin do të jetë shumë e mirë. Bashkëpunimi do të forcohet dhe mund të planifikoni diçka për të ardhmen. Nëse jeni beqar, duhet të bëni kujdes. Ndonjëherë, pasioni dhe dëshira për të krijuar një lidhje mund t'ju verbojë dhe mund t'ju çojë në rrugë të gabuar. Shpenzimet për shkak të disa nevojave që keni do të rriten. Menaxhojeni me kujdes situatën. Ujori.
Falmbrojtja së yjeve do të mbizotrojë harmonia në jetën tuaj në çift. Ju do të mundoheni të ndërtoni një klimë të ngrohtë dhe do të hidhni themelet e një lidhje afatgjatë. Beqarët duhet ta lënë pas krahëve turpin sepse vetëm në këtë mënyrë do të gjejnë personin që ata kërkojnë. Tregoni të matur me financat dhe mos bëni investime të mëdha. Prisni edhe pak sa të stabilizohet situata. Peshqit. Ju që jeni në çift do i kushtoni më tepër rëndësi jetës intime, pasi kishit kohë që e kishit lënë pas dore. Do bëni shumë mirë sepse kjo do e përforcojë më tepër lidhjen dhe do të ndiheni më afër njëri tjetrit. Beqarët do të kenë takime, por nuk duhet të abuzojnë me aftësinë joshse. Nëse keni shpenzuar më shumë se duhet kohët e fundit, mund të përballeni me një situatë as pak të favorshme.